Pas 30 vitesh u ktheva aty, u për Bajram, u preu flokët Usta Xhaviti. Një karige, një pasqyrë e plot kujtime që s'janë thinjur. Sot ai do të na sjellë zërin e atmosferës që vetëm berberhanet e Bajramit e kishin. Fluksi më i madh për hir të Bajrameve, tash sidomos kjo fete Kurban Bajramit, mushterit vinë për mu pastru me qethje dhe dallohet prej mujeve tjera. Ai qethet normal çdo muj ose çdo dy muj. Ama për hir të Bajramit edhe pse aty brenda javës e vjen që ta ketë një shije ose një shenjë që janë festë. Para disa viteve me disa mushterit të përhershëm ka bo vaki, po se ka ndohë mu vitet e 90-91 me mushterinë e Emran, para se të thret e zoni i Sabahut, mushterinë e Emran kam qenë drejtë në xhami, pa shku të shtëpia pa u rregulluar. Edhe as ka pas, edhe së nikin mëri bashkërit mushterit. Edhe atë ditë mo, as Bajram s'kem bo, as kur gjatë. Qa që i do trupi kemi pshit, derit nesër me mo, jam taku me familjen për me bo Bajram. Kone përpashme, gjeneratën tonë s'ka pas termine. Ka misterie, e ka prit, i ka vërendi, e ka krypunë, ka jetë. Ta është nuk është, a i hetohet i ka dhe blëk, po jo, me termin vjen. Me shëndet, Mamet. Hepimiz Bayram merasimiyle işte berberleri ziyaret ederiz. Görünümlülüğümüzü daha iyi göstermek için çalışırız. Ben Cavit Usta'nın dükkanına 30 seneden beri geliyorum, sıralı geliyorum. Bayramda özel geliyorum. Rregullimi i jashtëm vjen si pasqyrim i pastrimit të brendshëm. Prandaj, berberhanet nuk janë vetëm vendi për estetik, por janë parapërgatitje për të festuar me gëzim dhe dinjitet.